Realisht Kosova shkon në balotazh në 18 prej 38 komunave sa janë në total. Prej këtyre 18 komunave, një është komunë me shumicë serbe, një është komunë me shumicë turke dhe 16 të tjera janë shqiptare. Ajo që duhet të theksojmë është që prej këtyre 16 komunave, një pjesë të tyre janë komuna të mëdha që konsiderohen në top 700 e komunave që s'janë kryer pa balotazh. Pra s'janë kryer në raundin e parë. Dhe këto komuna, secila ka rëndësinë e vet, për shkak se fundja një parti matet për ka fuqia me pushtetin që arrin ta ketë në këto komuna. Por do të thënë që vëmendja kryesore në këtë proces elektoral, e sidomos në raundin e dytë, kur gara është fyt a fyt tash mes partive, vëmendja kryesore aktualisht është në Prishtinë edhe në Mitrovic. Në Prishtinë, siç e dini, garojnë LDK-ja dhe vetëvendosja, ku kandidati LDK-s tashmë prin në raundin e parë, por Mitrovica, në anën tjetër, është garë tjetër e rëndësishme, më shumë jo për faktin se kush do ta kenë një komunë më shumë, po edhe për shkak të impaktit politik që ka ajo pjesë, duke qenë afër me komunat e Veriut që janë në shumicë serbe, duke qenë një komunë që Albin Kurti ka tentuar që me legjitimu politikën e tij të Veriut. Domthonë në gjithë atë pjesë është shumë të rëndësishme fituaren aty. Prandaj gara është gjithërisht e ashpër në këtë komunë. Këtë kemi po gjatë krejt fushatës, duke e po që zoti Kurti ka qëndruar aty thuajse çdo ditë, ka qëndruar secili antar prej këtyre kryesorëve, le të themi, i kabinetit të tij qeveritar, domethënë e ka kriju përshtypjen sikur betejën kryesore në këtë zgjedhje e ka Mitrovicën. Prandaj mund të them që Mitrovica, përveç se është betejë kryesore, sidomos e vetëvendosjes, është gjithashtu edhe komuna që është më së vështirë ta parashikojmë fituesin. Jo vetëm për shkak të raundit parë që megjithatë dallimi është diku për 200 vota ose më pak, po edhe për shkak të investimit që po bën pushteti qendror që të arrijë sukses atje, po në anën tjetër edhe vendosmëria e PDK-s që udhëheq aktualisht komunën që ta ruaj këtë komunë. Në anën tjetër, komunat e tjera përveç Prishtinës dhe Mitrovicës, padyshim që vëmendje kanë më shumë se sa komunat e vogla, po këtu pak a shumë fitues, le të themi, janë pak të paramendueshëm. Ta zënë në Gjilan është favorit vetëvendosja për shkak se raundin e parë nuk ka arrit me fitu për 70 vota dhe e ka përqindjen 29.4% nëse s'ka bëj, po për mi 29 sigur. Në anën tjetër, Gjakova si komunë e madhe pritet që tjetë prap dominim i Aleancës për Armërinë e Kosovës, sigurisht edhe në raundin e parë. Peja betet sipas asoj që shihet edhe sipas rezultateve të raundit parë që ndër po flasim, ka gjasë më të mëdha që mbetet prapë LDK-s dhe kështu që gara që mund të sjellë befasi për te Mitrovicës edhe Prishtinës, mund të ketë gara në komuna të vogla, siç është Fushë Kosova, siç është Vitia, siç është Kashaniku, por në komunat mëdha edhe në përgjithësi në këtë garë, syt janë ka Mitrovica, siç e thash, edhe gjithsesi nga Prishtina si kryeqendër. E kuptoj. A pritet që të ketë incidente apo provokime ditën e nesme dhe sigurisht që pyetja ime mbi të gjitha përqendrohet në Mitrovic? Jo, po mendoj incidente as në raundin e parë, edhe se në raundin e parë kanë qenë zgjidhje edhe 10 komuna serbe, kurse tash është vetëm një, madje në këtë komunën serbe ku ka balotazh nesër, kundër kandidatit të listës serbe është tërhequr nga gara dhe balotazhi bëhet vetëm për formalitet, sepse s'ka balotazh realisht aty, nuk ka garë. Në anën tjetër, në komunat shqiptare nuk pritet ndonjë incident as tek çështja e Mitrovicës, mund të ketë ndonjë incident të vogël që janë paksa të zakonshëm për proceset elektorale, të tipit ndonjë pakënaqësi
të militantëve apo të komisionerëve që janë në për qendrat votimit, që shpeshherë ankohen apo problematizojnë faktin që dikush rre afër shkollës ose dikush tjetër vjen asiston dikën për të votuar. Po mendoj mund të ketë incidente natyrës së tillë, po jo incident serioz. Realisht gjithë në Kosovë, edhe ato nacionale dhe këto lokale, ka vite, për të thënë nga 2010 ambase, që nuk janë karakterizuar me incidente në ditën e zgjedhjeve.